ajo grua, për pos që dëshiroj, tentoj të bëjtë imoralitet, njëherë nuk ishte që vetëm u zu në flagrancë, por ajo tashmë kishte ëndër një gjë të tillë. Dhe përkundër edhe fjalëve që ishin përhapur, ajo dëshiroj t'i tregon të grave se ju do të më akuzoni për një njeri që nuk mund t'i refuzosh bukurisë ti ose t'i rezistosh bukurisë ti dhe t'i thuhet se nuk je i mahnitshëm për mua. Ajo ju tha një ditë pra kur i ftoi në ahengun e saj, fadhalikunna alladhi lumtunni fihi. Ky është ai që më akuzosh mua se kam rënë dashuri dhe kam humbur dhe devijuar në rrugën time sa i përket dashurisë time ndaj një robi, ndaj një sklavi. Ja, ky është. Kur ajo edhe në fakt i pa dhe gratë të tjera, se jo vetëm që kishin prej duart e tyre, por ato të gjitha i bën ftesë Jusufit për të njëjtën që kishte bërë ftesë edhe gruaja e ministrit, dhe ajo tashmë e shpalosët. Unë thot, kam qenë ajo që e kam vendosur që të bëj imoralitet me te, ky umbrojt, por nëse ky nuk vepron çfarë unë dua, atë do të burgoset deri në një afat të caktuar kohor. Jusufi a.s. ju drejtu Allahut që o Zota, për mua burgu është më i mirë se sa ftesa në cilën ata po më thrasin që unë të bëj punën e pandershme dhe të pamoralshme.